Breaking my pencil. Alina nuk e di. Last time, he didn't want me to go close to him, so said, I smell like jizz, so... Sherret e vajzës me mamin për make-up. Shiko sa e bukur që je një. Shiko moj. Hey! What are you doing up there? Yeah, come see us. We can have some fun down here. Hey! Hi. Guess what? Last one to the park's around May. Oh! Ah, you won! What? Man. Oh! Hold on. Let me see this before it falls. Wow, it's Elijah's music. Hej, mirë se erdhët në vlogun e radhës me punë, si që kanë qef shumica e njerëzve më duket, edhe si që kam qef unë që të gjitha uniformat edhe robat që duen sidomos për fëmijët gjatë javës t'i gati. Edhe këtu po shikoni pak supermarket që bën çunat. Normalisht ka shumë gjëra të tjera për të marrë, po mirë, mjaftueshëm morën sa për tani kanë marrë dhe këto patatina që jep të njoma normalisht, edhe të gjitha bën 57. Bëra këtë brokolin dhe lule lakrën në atë pajisjen që është me avull, po brokoli nuk ishte bërë aq mirë. Ndërkohë buka e thekur në air fryer, fantastike. Edhe kjo salata që e bëri Roni me mix lakrash, që të janë të gatshme, por qepi njom, pastaj tomate, pastravec, nuk e di që kanë futur tjetër me Alinën, edhe çokoladata në air fryer. Ndës pak të rritën këtu se duken si të pabëra kështu, por dalin shumë të mira, çdo gjë bëhet shumë mirë aty në fakt. Këto janë enët tan të mbaruara dhe koha për mua që të shijoj një kafe turke për pasdite. E kisha lënë telefonin karikim, kështu që nuk filmova deri tani, po thjesht kam vënë make-upin, pak fare kontur edhe pak fare vetullat. Nuk është të bëj në një gjë, si që bëj gjithmonë edhe buzët. Buzët pëse që të i bëj pasi të vesh fustanin, që ta di tamam që ngjyre të vendos nga këto të rejat. Kështu. Kam filluar të përdor paletën në fund. Po normal në një ngjyrë kështu të lehtë. Another one is close to the pink. Tani është parë puna. Kur unë bëj make-up, është Alina gjithmonë këtu, që do me bë dhe kjo si unë. Yes. Por nuk e bëjmë se të prishet lëkura. Shiko. Huh? Okay. Okej. Në sigur që po bëj unë tani. Kot sa për të thënë. Më shumë të bëj pis furqa t'i bie. Mom, just slap me on the cheek. Why? I'm not by makeup. Po t'i bën keq ftyrës, my mom. I'm the back mom. Okej. Vetëm sot, se s'është se të dalë unë që Yeah. të përdor kështu. Hajde. Wait, I want to choose my color. Okej, prit mbaroj unë pra. Edhe ti të vendos pastaj. Two things. Yeah. So I will choose. A pra zgjidhe sot, jo nesër. Sigur u kupton Alina, që i them unë sot jo nesër. Get this color. Now or never. This sparkly color. Which one? This one. Golden. Golden. Së në këndosh golden, Alina? No. Golden. Këtë. Prit. Should I close my eyes? Pa tjetër që po. Hajde këtu. Wow.
bësh gjumë rehat sot, Alina? A do jetë 2 ngjyra apo 1? Të. Okej, shikoj këtë njëherë si të doli. Yay. Po tjetra kush One është? more. One more. I'll say this one's good. Cila? This one. Prap dhe kjo si golden, paka shumë kaf. Të e bëm të bishti këtë. Ti e një yll drite, moj pa me And one more thing. And one more No, thing. tani 2 One thamë more kaq, makeup. no, sepse të bën keq. You promised 2 things, not 2 of Më these. duket se ne, Alina, këto videot, ku jam kralin, Sedi. këto video do t'i quajmë sheret e vajzës me mamin për make-up. Shiko sa e bukur që je një, shiko moj. Shiko sa e bukur që je. Well, I guess I am gonna wear one more thing. Edhe unë po prisja më thoje edhe ti mami je e bukur. Yeah, that's it. That's true. Wow, faleminderit mi Alina. Well, I am gonna wear another thing on. Another thing That on. you know. Po, What po, it is. ke atje të çante komodina jote, Alina. No. No You kam ke komodina të ime. Po You know çfarë what është it ajo? is? Çfarë është? Parfums that and I don't smell like chip. Hungry sallat me qepe, I thash çfarë të vjen era qep Alinës. Yes. Someone would wish. Të vej unë, po prit. Si është e mundur që asnjëherë peneli nuk bëhet një lloj. How? 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 Apo kur të kem ty këtu që më lëviz, si do ta bëj një lloj Alina? How? Këtë si përfundim, besoj që do hedh se unë nuk përdor asnjëherë. How? Oh my god, Alina. What? Why do you use such a God, tiny brush? Tiny brush është për The sides. pjesë të vogla, po për cepat që janë shumë tiny. Does it go in your eye? Hmm? Does it go in your eye a little bit? No. Do me thënë përpiqem që mos ta vendos tani. Yeah. Nëse shkon, e lajmë se s'bëhet nami. Yeah. Unë më shumë bëj make-up kështu për qefin tim, do me thënë, se saj që I'm gonna choose what kind of perfume. do i pjastroj dhe njërë baluket, se nuk e di kanë zënë kështu si pas qefit. So then Rowan, like, last time, he didn't want me to go close to him, so said, I smell like chips, so... so, yeah, the right perfume. Roeli për qef, do me thënë, kur ham në salat, asë tavolin nuk ullet nga aroma qefës edhe It's ushqimit like, në për what's that smell? I don't want to stay close to it. Edhe kështu të tha ty tani, që të vjen era qep. Ja tani, për Mom, atë there's moment, po 2 do pres, purples and 2 pinks. do pres që të thahet, nuk e di ku e pash kështë si trik, edhe ta heq me një kraj se veshi. What? If you... Ate që bëra pis. A mund të më sjellësh një kraj se veshi? What is that? Ajo që pastrojnë veshët të zyrtari banjos, ku është dhe tharsja. Okay. Ua, sa shkathët që jemi, Alina. Jo, një, mami, një, nuk më duhen 2. Nuk e dua për veshët. Kur vjen Alina këtu edhe më huton. Se qa të bëj. Edhe, unë I kam hedhur të gjitha të grërat që janë shumë të imët, që duen për baluket për shembull. Kështu që si ngjaj si ngordhësirë me buzët, kështu si të bardha me make-up. Po ti për çaj do ti? A i herë të parfumin në ty edhe ik. Për veshët. Të thëtë këtë.
Me vërtet vjen aroma qepni. Hik tani. Wait. Ma jep atë. No, ti nuk përdor këto, nuk janë për ty. Hey, për veshë! Veshët kur bën dush, nesër kur bësh dush do t'i pastroj mami. Oh my god. Hajde vendosim. Ku I lash furçet? Vendosim pak blush. Blush është gjithmonë. Really said I smell worse than shit. That's why you shouldn't have worn this one. Nazet e veta, por I think he's lying. of course Apo s'ka shkruar një letër Elis se u zoom çfarë në kështu. Gjithmonë zihemi kur unë ju them që të fikin televizorin, por tani qa me bë? Duhet me e fik televizorin se pak highlighter. Vendosim këtë të Diorit. Të përdorit të ky shkreti, ups. Se këtë e përdor nga ana tjetër këtë furçën se kam bër konturin duke thënë që kaloj. Anyway, It's Jo, behind lexoje- this paper. lexoje ti një herë. Kind list. Kind Alina list. Mam Bab. Mom, I love you. And Sorry. I'm sorry for what I did. Alina, sorry for breaking? Breaking? Does this say breaking? Yes. Breaking your pencil. No! Breaking my pencil. Alina nuk e dinte akoma. Inshallah nuk I ka thyer atë që I thash unë, kështu me që ka ngjyra domethënë. Mom, he didn't even break my pencil. Look. Mbase ka thënë për ndonjë tjetër, Alina. Po është okay, përderisa të tha më fal. Oh, he used this. Shko thuaj, Alina, si transportuese mesazhi. No, look under my hedge. S'ka gjë, shko thuaj. Mommy is glad to hear that from you. I'm still thinking. Iku kjo, nuk e mbarova me mesazhin. Nuk e di kë ngjyra do zgjedh tani. Janë paka shumë një lloj, po dua që t'i shkojnë dhe fustanit. Fustani është ngjyrë kafe nude beige, jo kafe fare, po edhe maku im I dashur po mbarojnë gjitha gjërat për një herë. Anyway, do vishem tani avash. Kam goxha kohë, por po vishem edhe të bëj dhe puskuqin pastaj. Kjo ngjyra që është si ngjyrë pjeshk, po zihen tani. Ja ku mërzit tani për stile lapsin. Kjo ngjyra më nxjerr syt si më jeshil. Nxjerr në pa jeshilën e syve të mi më sakt, kurse ngjyrat të tjera nxjerrin në pa ngjyrën kaf. Më duket sikur tani nuk e di, nuk po bëj lidhjen e videove çfarë po them se kam veshët atje. Okay, I'm coming. Jo trash zëri një herë. Shkoj tani me vërtet, t'ju a bëj bet një herë. Jam gati. Kjo është ngjyra e fustanit edhe ka këtë materialin kështu si të butë, fluffy, edhe thjesht vjen pas trupit. Zgjodha këtë puskuqin, po mund ta bëj dhe me atë talinës shkëlqyes, nuk e di. Ta mendoj. Anyway, thjesht mbas edhe I kap flokët kështu në gjysmë, një kapse, nuk e di.
Rene tha që është shumë ftohtë jashtë, kështu që do vesh pallton, shall, doreza. Edhe do jem gati. Tani do ju tregoj pak edhe çizmet se si duken me fustanin. Është outfit shumë i lezetshëm, por do ju them dhe në fund, kam shtuar kilogram dhe nuk më pëlqeu fare, fustani më nxirrte, nuk e di, do të thënë jam peshoj, por më nxirrte goxha shumë jo mirë, nuk më pëlqeu me pak fjalë. Alina, është orari i gjumit tani, është ora 7:20, po duke qarë. Tani që t'i bëj një herë në sheku, të dalë dhe unë e shkreta. Veshur dhe taka unë, që dhe sy i qafën. Janë goxha të rehatshme, po hajtë ma. Well, it's Saturday. Yeah, we can order it. You don't have to leave it. Oh. And we say cheers. Cheers! Unë bëj dhe video. Yes. Mirë mëngjes nga e djela, jo në... Si kam folur që mbrëm, e kalova shumë mirë, me thënë drejtën, u knaqa, edhe dhe ta bëjmë më shpesh këtë me gocat. Tani... Okej. Edhe kam vetëm krem hidratant, edhe po dalë me Alinën, se dje nuk ka dalë fare, edhe më erdhi gjuna, se Veli ishte në futboll, kështu që do dalë me gocën time. Çfarë? Okej, u kthy në normalitet. Edhe do dalim, bëjmë një xhiro, nuk e di, mbase ulemi te një kafe, ecim, nuk e di. I ka dhënë Roeli orën. Alina, të gjepi orën rrugës, mami. Po. Ata kthehemi ta lejmë të shtëpia. Kam veshur fustanin që kisha mbrëm, se ishte shumë i ngrohtë. Normalisht që unë me kilet që kam marrë në gjaj fare bukur, po kam qupin si për shallin, edhe vesha me këto çizmet sot. Because I like it. Si që bën edhe ti pretending video. No, I don't. You do, edhe me Roelin që bëni të iPadi. I don't like it, Alina. Ta provoj. Alina, mami e adhuroj që nuk ke frikë fare, po kështu kam qenë dhe unë, derisa u bëra mami. Ma jep dorën të lutem. Wow. Se mban mend si ishte plot me ujë deri këtu? Ecim edhe pak, hajde ecim edhe pak. Atë poshtin. Jo deri poshtë tani tham, këtu. Pas ka ikur ujë i lumit. Hajde, shko tani se erdhi tjetri. Go! Alina vdes për këto pjesët e pjerta. Oh, që qefi me Alina! Snacks of the afternoon, kiwi nga Shqipëria. Hajde. No, I wanna take a photo with it. Me frutat? Pse? Yes. Apo je lëlesh të redhja ime ti. Ndonjëherë edhe kiwi, sour. Sour kiwi. Yes, hajde. Kjo është mëngjesi të Hanës, Roeli si që shikoni është veshur për shkollë dhe të ha
mëngjesin, po në fakt sa mëngjesi preferuar, ndërsa unë jam e ngrysur, nuk di, dhe më thënë, nuk zgjohem do të buzëqeshur. Kur më flihet gjumë, kjo është supa që do marrë me vete. Edhe bëjmë shpejt punët që ka ngelur, të thajmë dhe një ta vendosim në vendin e vetë, cilëm dhe një robë nga tharsja, bëj gati gjërat që të marrë me vete, për drejt dhe këtu është momenti më i bukur i ditës. Kur është e dhe kafja për të nisur javën, edhe shprehja për të nisur javën, që më ngatron Alina këto. Erdhëm në shtëpi, është e martë, ndihet si fundjavë. Aq shumë ka jo lodhje, po ishte shi, vranët që në mëngjes, edhe kështu ishte pak e lodhshme, jo shumë. Edhe kur ikën dita e martë kështu dhe unë s'kam edituar për nesër, filloj pastaj, mos ndalo ma i linda, vazhdo të postosh 2 herë në javë, pavarësisht shikimeve, se në fundit nuk është një gjë primare, bëj për qef, edhe është diçka që besoj që po ta le do më mungoj kjo puna e YouTube-it, so të ta bëj, se më pëlqen. Por janë shumë punë për të bërë edhe këtu. Si që shikoni, kam bërë thonjt, sepse kur i bëj për shpejt, si që bëra herën e fundit, thjesht kotsa i bëj, me thënë të drejtën, se nuk i bëj mirë. Plus që doja një ngjyrë, vura një ngjyrë tjetër sipër, edhe nejse i hoqa dhe i kam bërë me këtë blun kështu. Edhe shpresoj që të zgjasin pak, se është dobësuar thojim që kur vura tipsat, por është okej. Po thashtë ja të regoj se i pash këtu e pastaj harohem. Nejse më është mbushur koshi me roba, të vendos në base 2 lavatriqe me roba me ngjyra. Edhe kam marrë ca pica dje, që t'ja bëj çapaçulave, dhe më e bukra për sot, kisha marrë supën tek ai termosi që është fiks për ushqim, domethënë. E nuk po e hapja dot të puna, nuk e di domethënë. Nejse e hapi njëra, që është më elegantja për kapesha, se provuam disa që ta hapnim, edhe po pastaj kisha ngrënë ndërkohë, që kisha marrë avokado, djath, banane, popcorn, vedi që tjetër. Bëra dhe kafe, nuk është se kisha uri, po kur mbarova punë kisha goxha uri. Sepse po mundohem që të ha më pak, se kam shtuar pesh. Vetëm për pushime kam shtuar diku te 4 kg. Edhe është shumë gjënan. Është sigur të tallem, domethënë, me trupin tim, dhe nuk duhet ta bëj këtë gjë realisht. Derisa kisha filluar të lodhesha duke gjitur shkallët, edhe sepse kam ngrënë gjithë baklavan e mamit, kam pirë gjithë verën musht, që është e ëmbël, edhe ushqimet e tjera, edhe kam qëndruar, nuk kam ecur, nuk kam bërë asnjë lloj aktiviteti, gjithë pushimet, përveç se sistemimet në shtëpi, pak fare. Edhe kam shtuar 4 kg, që kam hequr një pjesë nga këto 4 kg, këto di që jam munduar të mos ha vonë, edhe të rregulloj pak sasinë e ushqimit, ose sheqer, ëmbëlsira edhe këto. Kështu që shpresoj që ta mbaj realisht, sepse nuk është mirë puna kështu. Edhe do qohem tani të bëj punët e mia, edhe t'ju them këtu mirupafshim, se kam vënë re që nuk po bëj mbyllje të videove asnjëherë. Faleminderit që më ndiqni, edhe që komentoni dhe që bëni like, sepse ka njerëz që i shikojnë videot dhe nuk bëjnë asnjë like, për shembull.
which is fine. Nuk do I bëjmë me zorë nëse ju pëlqen, por nëse I shikojnë vazhdimisht, më duket pak e çuditshme, domethënë se unë s'do I shikoja vazhdimisht njëri që s'më pëlqen, si thoni ju. Gjithsesi do vazhdojmë me gjëra pozitive, sepse pozitive të vinë gjërat pastaj. Kështu që bashkë të shihemi në videon e radhës që presupozohet të jetë të dielave, se tani po vendos video të mërkur dhe të diel. E dim që kemi Big Brother dhe shikueshmërit nuk do jenë kush e di, sepse shumica shohin Big Brother, por është okay. We keep going. Edhe kështu, kujdesuni për shëndetin tuaj, edhe mendor, edhe fizik, edhe spiritual, edhe nga të gjitha drejtimet, sepse ajo është gjë që ka më shumë rëndësi, nuk jeni do të mirë për asnjëri tjetër nëse nuk jeni mirë vetë, sidomos kur keni fëmijë. Kështu që edhe duajeni veten. Kur them duajeni veten, sepse unë për shembull me peshën, unë më duket sikur kam dënuar shumë veten gjithë këto vite. Thjesht duke e menduar, të heq kilet, nuk kam bërë dieta strikte ose të vuaj për të humbur peshën, por mendërisht tani e kuptoj që realisht e kam dënuar veten edhe nuk është mirë, po ta kisha dashur veten kaq shumë sa jam fokusuar kësaj gjë së peshës, do kishte qenë shumë më mirë. Kështu që të dua veten më shumë edhe do përpiqem ngadalë. Nuk është edhe trupi im ka kaluar si çdo femër tjetër, besoj, ka kaluar mjaftueshëm. Kështu që dal nga dal. U qova tani edhe shihemi në videon tjetër. Bye!